Edhe një herë dua ta ritheksoj qëndrimin tim lidhur me domosdoshmërinë e mosërimit të parimit themelor të ruajtjes së balancës mes pushteteve kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë dua ta theksoj se ankimimi që kam bërë në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike, nuk është as një kundërvënie ndaj drejtësisë, nuk është as një presion mbi çdo qoftë, përfshirë edhe këto shpjegime të cilat janë të domosdoshme për ata që më kanë besuar privilegjin e udhëheqjes të vendi. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, të parlamentit nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Arsyeja pse unë ndaj disa shembuj me publikun është për të kuptuar deri në fund se çfarë ka ndodhur, çfarë po kalojmë dhe çfarë po përpiqemi dhe po përpiqem të bëj përmes adresimit të kësaj problematike befasuese dhe të befasishme në gjykatën kushtetuese. Dhe të ndaj jo vetëm pasojat, po edhe dëmet që mund të bëhen të pallogaritshme. Ja për shembull, janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre dalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Për sa kohë, siç kanë konstatuar me shqetësim më shumë se sa njëherë autoritetet e Këshillit të Evropës, paraburgimet dhe arrestet e shtëpisë pa gjyq janë bërë, si thua, buke djathtë në Shqipëri.